Lena ka dekoru salatën, ose sa bukur për duket. Më thonë, edhe nëse se keni atë epsin, ja. Të cila ka Miriam, këto. Para më në është tash Lenë me mra. Ka ndajnë. Fantazi. Që kjo salata ruse, e shnetshme, e shishme, që Lena ka vendos me gatu, me nda me neve, e ju mundeni në datën e 31 dhjetorit me pas, por Lenë kërimit e 31 dhjetorit dhe festat, unë dhe Lena jena kujdes që me sjell një familja jonë shumë festive. Përveç që Lena u kujdes me i sjell disa lloje të Qa ka qenë ajo, se do të shohin shikus me një janar? Realisht rolladën që shumë e kam pëlqy. Ne kemi bu edhe me mbushje me avokado, me vezë, me tun. Edhe kemi zbukuru për mysafert. Pastaj kemi pas një bombë mbelësirë, shumë të shëndetshme. Që ka qenë shumë e pëlqyme për krejt mysaferve. Edhe stafit, kush ka qenë atë? Edhe stafit pa tjetër. Mbelësira ka qenë me arrore, kryesisht edhe frutat thota. Badem, lajthi... Ti do të ndoshte faqja jote këtë recetë? Po ka qenë diçka fantastike dhe ka qenë një prej embelësirave që mundesh me hangër edhe nëse ki hungër pak ma shumë. Realisht e dim po, nuk është shumë e ronë. Njëj se s'kanë mujtë me hungër shumë se ka pas shumë... Përveç ushqimeve të Lenës, se smoothit e kreta atyre, ka qenë në restoran Baresh, ajo cila në ka sjell ushqimin, si të ka do komplet shujta e mishit, e salatës, e kreta ato që e ka pru. Përveç bukës, se bukën Lena e ka injoruat në atë. Realisht, në këmë dosh me bu krejt, komplet koktelin, po Saronda nuk më lejoj, kështu që i thash dush më kujdes shumë se që ka përgjedh, se jo mu në masforja të prezent, që s'kemi musafir që normal, po duhet me qenë nivelin e dur, po me të vërtit ka qenë që shka në regull, që kam ka pëlqy, higjena ka qenë shumë edhe pse normal në për studio, jo në restoran, jo në kushtet pak ma ndryshe, po kanë qenë shumë kujdeshme, që është një pejpizve që one shumë e kam pita. Dhe më thënë, trajtimi ushqimit, sa me stres na pret që nderi sa përfundojshim gjirimin me na sjell sa ma të mbullume, të mbështjellur që me na sjell sa ma të ngratë dhe mos më kontaminu ushqimi, atë se ne kum po shumë me detaje, kështu. Kështu që një duar trukitje për restoran Bareshën, se Lena jam ka thonë notën 10. Po, feks jo mirë, ka qenë edhe mishi, nuk ka qenë i Diego, nuk ka qenë skor. Perimet kanë qenë të zira. Perimet kanë qenë krejt fresta, djothi, ka qenë shumë i mirë, nuk e di ku e more, nuk ka pëlqy shumë. Krejt mysafirët janë do të knaqen me ushqimin e restoran Bareshës. Edhe pasër për mu, ekstra për mu e ka për pasër. Edhe punë Saranda masi që u kryu, ka unë kërfjesë e pasurit dhe s'ka mit me lanë. Për ndryshe, kretë kjo që ka po folum, jo do keni mundësi me e pa me një janar dhe promën e cila po qarkullon çdo ditë në televizionin Kanal 10. Emisioni ka qenë Mjeket Artista, ku secili prej tyre që në jetën e përditshme kontribuojnë në shëndetin tonë, atë ditë kanë ardhur në cilësinë e artistave, dikush si kitarist, dikush si violinist, si shkrimtar, si piktor, si këngëtar, të gjithë janë shndruar në artista të cilët e kanë zbukuruar edhe ma shumë edhe e kanë begatu edhe ma shumë edicionin e festiv të familja jonë. Ajo qërshia mbi tort ka qenë edhe befasia për gjithë kolegët e ti, ku ish doktori, po e thamë, sepse se ka ushtru profesionin e doktorit, po është një super këngëtar që në gjitha neja dasma, sidomos për vitri, nuk ka se si mungon prezenta ati, është Najma Bazi, ai cili ka ardhur me ju këndu edhe me ndërru kolegët e ti doktora. Edhe pse atë ditë ka pas xhirime në studion e vet, ka gjetë një kohë të shkurt, ka ardhur edhe na ka ndërru neve, shikuste familja jonë dhe gjithë mjekët të cilët kanë qenë pjesë e këtij emisioni. Natyrisht, duhet me falenderu për këtë emision, për këto pamje që ju po i shihni njëkohësisht sa po flasim unë edhe Lena, EMK Group, i cili është lider në tregun e dekoreve, një prej bizneseve e cila me të vërtet bën një punë fantastike. Me një përvojë të gjatë bashkëpunimit me kompani, dekorimi dhe salla dasmash në mbar vendin, EMK Group ofron gjithë shka që ju nevojitet për evente dhe ambiente festive. Mos harroni nga karikat, tavolina, deri te ndriçimi profesional, lulet artificiale, tekstile dhe konstruksionet për çdo lloj dekorimi. EMK Group duke qenë falendërues e mirënjohës nga çdo klienti, angazhohet që çdo detaj në ngjarjet tuaja të jetë unik.
i veçantë, ashtu si që në kujdesur që studia jonë të jetë unike, e veçantë, e ngratë në ditën kur e kemi gjruar edicionin festiv. Pa dyshim që bukurinë e studios e ka shtuar kuzhina e Mia Home, që Lena është ma e lumëtër se kur me parë me këtë kuzhinë. Edhe ma e bukur sa asnjëherë. Absolutisht. Se ka qenë e mbushur me shumë ngjyra, frutave, perimeve, që faktikisht na nuk kemi dashur shumë mi e përënsi recetave, sepse gjatë këtë vitit na kemi shpërndar receta, po thjesht për mysafirët edhe për krejt juve ka qenë një model se qysh duhet mu pregadit një tavolin, njërë e duhur për festat e fundvitit, e mos klasim edhe për njerëz më të veçantë, atyre që Sarandeu ka mantillat. Po, jo për nga rëndësia, po për nga fakti që në ato mantilla ka njerëz me shpirt, të cilët edhe qeshin edhe qajnë njajtë, sikur na edhe vuajnë edhe mërziten kur pacientet e tyre nuk kanë sukses, edhe krenohen e gëzohen kur pacientet e tyre ja dalin. Po atë ditë jenë në verzion tjetër. Pa dyshim, Visari Home gjithmonë është prezent me neve, me perdet, me tepijat, me çdo gjatë tjetër që sill. Dhe kjo kompletu dashur mish. Një familje ngratë, mikpritse, festive, me shumë antar, një super event. Ndërkohë në logën që po shihni poshtë është kompania e zërimit nëse ju duhet për ta kontaktu, siç ka qenë super korrekte edhe me zërimin ton gjatë kohës kur mjekët tanë kanë këndu dhe përformu. Len, unë falenderoj shumë, pash një fillim vit të mbarë në 2026, Lena shumë shpejt do të bëhet nëmë, po na do t'jemi bashkë gjithsesi në 2 muajt e parë të paktën të 2026, deri sa të kthejes pasaj. Në ndërkohë kemi me mendu më të mirën për shikus tonë. Me një janar do të takohemi me shikus tonë me këtë emision të cilën sa po e shpjeguam dhe e treguam në detaje, natyrisht që unë edhe te nuk do të pushojmë dhe do të marrim sa më shumë informacione që 2026 atje. Që ta fillojmë edicionin e 2026 me krejt ato që janë të nevojshme edhe mas festës.